Shiu që ra shkaktoi shumë kolona në magjistralen Prishtinë-Pej. E nga reshjet përsuan edhe shumë vetura. Zatetën këtë ujë në malë këtu, edhe njëkohësisht nuk ke shumë i malë, po shkoj të urrit ujë në stop edhe mushim makina edhe mbet aty. Por situata më e rëndë është ajo në komunën e Malishevës. Jemi në komunën e Malishevës. Nga reshjet e shiut janë bllokuar shumë familje këtu. Për më tepër mund t'i shikoni edhe pamjet. Këtu në bajnë të Malishevës, nga vëshimet pësuan shumë qytetarë. Ata u bllokuan në shtëpitë e tyre. Mirë po kjo situat i gjeti të bashkuar qytetarët që ndihmuan njëri tjetrin në qarkullim gjatë vërshimeve. Qytetarët thonë se nuk mbajnë mend vërshime të tilla. Nuk ka ndodhur, ka pas ujë në badh, ka pas vërshime të tanon, po që ky nivel i ujit nuk ka qenë asnjëherë. Bile ata thanë se shiu që ra u shkaktoi shumë dëme. Ta kushreti ka dëmtu me lokal, me shtëpi, me këtë. Tu e sipër, tu poshtë është katastrofë. E në qendër të fshatit uji ka mbuluar Abdeshanën derisa xhamisia arrin deri në mesin e katit të parë. Xhami është një 70 cm 60 në ujë, edhe janë dëmtu të tepijat e reja i kena qitë së vjetë, 4.800 euro nuk kanë bërë, edhe në zemin e kena shti 1.200, me rrymish e kena si, ato kretë janë dëmtu, s'ka lonë gjonë. Veç janë hi do korona do i kanë zerë pak edhe qështë. Edhe fshati Mirushi Malishevës të mërkurën u nda në dësh. Lëvizjen me vetura e kanë të pamundur si pasojë e ujit. Por kjo grua e ka të vështirë të largohet nga kjo situatë e palakmueshme edhe kur provon që të përdor traktorin. Pa shkuar në shtëpi, bashkë me nxënësit e saj mbeti edhe kjo mësuese. Me kam thirrur prindrit, po nuk kanë si të kalojnë, kanë ngelur në atë pjesën ëndër. Kjo është e përhershme, nuk është se ndodh vetëm një herë në vit, sa herë ka reshje atmosferike, gjithmonë fryhet këtu liçeni edhe nxënësit s'kalojnë dot, as qytetarët nuk kalojnë dot. Ndërkohë të painformuar, shumë vozec merrnin rrugën që nga këtu të shpije në qytetin e Malishevës, që pas reshjeve ju bllokuan pothuajse të gjitha hyrjet. Ata u desh të kthehen mbrapa pasi kalimi ishte i pamundur. Larg nga shtëpia uji e zuri edhe me tush thaqin. Shpes pa muj me shku, mi ka hi kejt, me alete, me gjonja jënë kejt në borë, zdiku i losante. Plaku nga Mirusha thot se komunarët e neglizhuan situatën pas një kontrole të mërkurën paradite. Dinar pa hi një mrejtati, ja tha, s'ka shanë të marrë ujë. Të të ditë, s'ka shanë gjithë këj ujë, këtë bërë një orë, ta s'ka marrë, ka bërë një sati a hi ujë. Zëdhënësi komunës së Malishevës Artan Paqarizi tha klanit nëpërmjet telefonit se komuna ka angazhuar një staf të madh të punëtorëve që t'u dalin në ndihmë banorëve të zonës. Edhe rruga për në qendër të Malishevës, edhe në mbrëmje është tërësisht e bllokuar. Po, kjo është shumë thërën fëmija me shumë i marrë për shkollës. Shkollës mesme anë, e problema pëshesën vëdel. Nga vëshimet gati pësuan edhe qytetarët. Gja kanë të shkumi ndihmu një kushijes, të që një qikë smuta kanë, edhe një fatkeqësi ka ndodhë, ka meti blokun me desuj. Më së keqi nga vëshimet pësuan shumë biznese në këtë qytet. Bile qendra tregtare, pajtimi u dëmtua fort kur uji depërtoi brenda. Situatë pak më e qetë u paraqit në komunën e Gjakovës, pasi që drejtori i emergjencës, siç i tha klanit, nuk e ka pa gjendjen si alarmante. Vetë banorët dolën ta pastrojnë rrugën këtu në fshatin Marmull. Në momentin jo nuk ka dalë këtu pas prej komunës, kanë dalë pak me shel dë vijet, ujë dë me lagu pak ujnë për rrugës e ujë madh, po i dëbërë se shivi madh se po bjen. Pos Malishevës e Gjakovës edhe shumë komuna tjera të Kosovës janë goditur nga vërshimet pas reshjeve të dendura të shiut dhe shkrirjes së borës që ra ditë më parë.